emigrantëve, thot Andi. Andi Zarfa do fillojnë të vinë së shpejti, ende nuk kanë nisur procesi i dërgimit, do fillojnë të vinë së shpejti dhe ajo porosi që kam për çdo emigrant është nevoja që sapo të vi zarfi ta plotsoni dhe ta dërgoni pas përmes postës. Në zarfin përkatës nuk do të bëni shënime, shënimet janë të bëra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ju do të hapni zarfin, do të ndiqni modalitetet që ne do t'i shpjegojmë në vazhdim dhe do të plotsoni fletën e votimit. Kujdes, fleta e votimit duhet plotsuar brenda kuadratit, te subjekti i lartë te numri dhe te emri i personit që ju zgjidhni te ai subjekt politik. Por brenda kuadratit, me një kryq brenda kuadratit, për të mos e cilësuar fletën e votimit si të pavlefshme. Emigrantëve, thot Andi. Andi Zarfa do fillojnë të vinë së shpejti, ende nuk kanë nisur procesi i dërgimit, do fillojnë të vinë së shpejti dhe ajo porosi që kam për çdo emigrant është nevoja që sapo të vi zarfi ta plotsoni dhe ta dërgoni pas përmes postës. Në zarfin përkatës nuk do të bëni shënime, shënimet janë të bëra nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ju do të hapni zarfin, do të ndiqni modalitetet që ne do t'i shpjegojmë në vazhdim dhe do të plotsoni fletën e votimit. Kujdes, fleta e votimit duhet plotsuar brenda kuadratit, te subjekti i lartë te numri dhe te emri i personit që ju zgjidhni te ai subjekt politik. Por brenda kuadratit, me një kryq brenda kuadratit, për të mos e cilësuar fletën e votimit si të pavlefshme.